Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para se me u përgjigj në atë që u bë pyetja, ase që i falem 4 rekate namaz taravive, 2 të parat i fali Hafuzi Visar Ybishi, 2 tjerat Hafiz Yusufi. Me një tregim një ngjarje e Imam Neveviut, Allah subhanahu wa taala pas mëshiru. Imam Neveviu ka qenë dietar i madh, por ka jetuar shkurt. Ka vdek te 40. Por kanë thonë dietar shkrimet e tij qaq shumë ka shkruar që është problem me i lexuar dikush për 40 vjet. Dhe ka qenë dietar shumë shkenca. Njihet për shpjegimin e Sahihut të Imam Muslimit, do të thonë një uri të thella në lemin e hadithit. Njëra për herave, duke nejt me shokët e vetë, edhe ata dietar ka thonë, sa i përket hadithit, e njeh shumë mirë hadithin. Sa i përket tefsirit, e njeh shumë mirë tefsirin. Sa i përket fikut, e njeh shumë mirë rregullat e fikut. Sa i përket rregullat gjuhës arabe, shumë mirë njeh. Sa i përket usulit fikut, e njeh mirë. Ato përmend një shkencë, të cilat i ka njoft. Dhe dikush prej pranishve ka thënë, o imam, apo lëvdohesh me shkencat që i njeh? Ka thënë, jo vallahi, nuk po lëvdohna me shkencat që i njeh, por ka ra në kujtim në fjala Allah subhanahu wa taala në Kur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Për begatit që t'i ka dhënë Allah subhanahu wa taala, kallëzoj hallëve, çdo është kuptimi i ajetit. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Begatit mirat që t'i ka dhënë Allah, kallëzo, pa dosh më lëvdue, kallëzo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë sahabiut, nëse ki pasuni, Allah dëshiron me po pasunien tonë në trupin tonë. Niveli i teshave, ati që është i pasur, më konë ma të shtreta se ati që është i varfur. Niveli ati që ka pasuni i kundrave është ma i lartë se ati që pa u lëvdua pa kur gjë heq. Ata që më me mua hafuzat të dytë, Allah subhanahu wa taala shpërbleft, më ka ra mu me përcjell Kur'anin të dyve. Edhe, inshallah, Allah javë mundëson me u falë, mas atë në që javë ke përcjell Kur'anin, dhe më thënë është një begati. Alhamdulillah, është begati për begative të Allahut, me mësua njerëzve Kur'anin, me përcjell leximin e atynve, me përmesua gabimet e tynve, edhe në fund ata dalin imam edhe tje nga në qysh lexohet Kur'ani. Për shkak kjo është një begati për begative të Allahut që e lusë Allah subhanahu wa taala me mësua gjithve, me pa çka është begatia me i ndihmua dikuj me mësu fjalën e Allah subhanahu wa taala, pastaj ata me dalë me ta lexu fjalën e Allah subhanahu wa taala dhe ti me falmasin dhe Allah subhanahu wa taala i shpërbleft.